Gaforia. Tom Robbins është një shkrimtar amerikan që jeton në Seattle dhe ka lindur më 22 korrik pranë si qenjës gafores. Ndër veprat e tij ka dhe një roman të vitit 1976 të titulluar Even Cowgirls Get the Blues, ku flet për një njeri që praktikon çdo gjë, përshkron me mijëra kilometra, harxhon edhe qindarkën e fundit derisa arrin te manastiri në pikën më të lartë të Himalajeve, vetëm për të provuar një ëmbëlsirë që e kishte ëndërruar dhe e kishte dëshiruar gjithë jetën, tortën me pjeshk tibetiane. Kur arriti te manastiri, i thanë se nuk ishte më sezoni i pjeshkve dhe pjeshkët kishin mbaruar. Dakordi, tha buri, nuk ka pjeshk, ma bëni me moll. Kam përshtypjen në Gafore, bura Graqofshi, se edhe ju shumë shpejt do të provoni një eksperiencë të tillë. Mbase nuk do të gjeni atë çka jeni duke ëndërruar në jeta, në profesion, por në vend të saj do t'ju ofrohet diçka vërtet shumë e mirë. Gafore, bura, grua, qofsh, pranoje dhe mos thuaj jo.